113 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë, në Prizren u shënua me një atmosferë festive e vizitorë nga të gjitha treva shqiptare. Qytetarë nga Shqipëria dhe vende të ndryshme të Kosovës shprehën krenarinë dhe rëndësinë e kësaj feste për ta. Sipas tyre, ky përvjetor i gjen shqiptarët më të bashkuar se kur më parë. Përshëndetje. Urime 28 nëntorin. Faleminderit. Si po ju duket atmosfera sot në Prizren? E mrekullueshme atmosfera. Jam shumë e kënaqur, jam shumë e gëzuar që ndodhem këtu në Prizren, në Prizrenin e bukur, në Prizrenin e lidhjes së Prizrenit, po. Edhe që jam këtu me ta afërmit e mi, me motrën time, këtë e ka motor. Jemi të dyja së bashku, kemi ardhur festën e flamurit. Kemi ardhur familjarisht. Jeni nga? Jemi nga Vlora. Jemi të dyja nga Vlora. Çka do të thotë për juve kjo festë? Kjo festë është ditë e madhërishme për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Aq më tepër për neve që jemi vlonjat dhe e kemi pak më të mishëruar festën e flamurit. Sa të bashkuar po i gjen shqiptarët sipas jush? Unë mendoj si asnjëherë tjetër, të gjitha trojet shqiptare janë në qendër të vëmendjes, në qendër të gjithë opinionit rajonal, madje dhe evropian. Në këtë 113 vjetor, Shqipëria, trojet shqiptare ndodhen më afër njëra tjetrës. Vlora më e bashkuar me Prizrenin si dy qytete historike. Shqipëria gjithë më e bashkuar me të gjithë Kosovën. Kosova jonë është e pavarur dhe është një kënaqësi, gëzim dhe krenari kombëtare që ne jemi të gjithë së bashku dhe jemi kaq të lirë të festojmë të gjithë së bashku festën e flamurit. Mua më pëlqen shumë Prizreni dhe nuk e prisja që festa shumë e bukur, po thjesht më e bukur se në Shqipërinë, domthonë jam i lutur që jam sot këtu. Ju jeni nga? Nga Korça. Çka do të thotë për juve kjo festë? Gjithçka. S'ka tjetër më festë më të bukur për të. Identitet, gëzim, çfarë më thon tjetër? Sipas jush sa i gjen të bashkuar shqiptarët ky 28 nëntor? Shqiptarët gjithmonë janë të bashkuar, por për arsye të ndryshme jemi të ndarë, po jo të ndarë, po në shpirt jo, kur s'kemi qenë të ndarë. Shqiptarët janë një kudo, në Kosovë, Shqipëri, Çamori, kudo ku janë gjithë janë shqiptarë, nuk ka. Mirë është gjithçka mrekullueshme, veç pak koha, se kështu për ndryshe mirë jem të kalu, edhe po ta fatin me shiku edhe këto fort mirë. Çka do të thotë për juve festa 28 nëntorit? Thet shumë, se ditëlindja e komandantit legjendar Adem Jashari dhe pavarësia e Shqipërisë flet shumë. E për atë arsye këtë populli shqiptar ka festë, mendoj. Sa po i gjen të bashkuar sipas jush shqiptarët 113 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë? Si asnjëherë më parë, më të bashkuar besoj që ka me pas dekadë më si vjen. Se është atë dashuria, është komunikimi, është liberalizimi, është këto krejt që lumna që e kemë, edhe lumna për brezat e arshëm që vinë. Super. Çka do të thotë për juve kjo festë? Gjithçka. Për çaj që nuk është njëri, nuk e di. Sa i gjen të bashkuar shqiptarët sipas jush ky 28 nëntor? S'po di çka më thon. Çe shpishan. Mirë. Në qytet. Mirë, po pak, shumë pak njerëz. Sipas jush sa i gjen të bashkuar ky 28 nëntor shqiptarët? Shqiptarët në festa dinë me konë gjithë bashkuar me konë nek, po fatkeqësisht politika edhe i përqartë. Festë shumë e bukur, shumë patriotike, e ndjejmë shumë. Sa i gjen të bashkuar shqiptarët sipas jush kjo festë 28 nëntorit këtë vit? Gjithmonë më shumë. Pavarësisht motit me shi, festa e flamurit po shënohet me një atmosferë të qetë por festive në Prizren.